para jush sot dhe kemi një temë shumë të rëndësishme. Është një hadith profetik madhështor, të cilën e transmetojnë shumë prej dietarëve të hadithit, siç është Ahmedi, Tirmidhiu dhe tjerë. Dhe është hadith i saktë, në të cilën profeti alayhis salatu wassalam na fol për Yahyan alayhis salam, për 5 porositë e tij, që me të vërtetë janë porosi madhështore me të cilat Allah e ka urdhëruar Yahyan që t'i kumtojë. Pa humbur kohë, fillimisht të shkojmë te teksti i hadithit, se si është hadithi tekstualisht fillimisht. Pra, shikoni, këtu janë 5 porosi dhe njëkohësisht 5 shembuj. Të ndalemi të çdo njëri prej këtyre shembujve, se me të vërtetë janë madhështor. Se ne si njerëz e keni pa, nuk i kuptojmë zakonisht gjërat tamam pa na sjell shembull. Shembulli i parë që ja sjelli Yahya alayhis salam ishte të bëjë me njëshmërinë. Me njëshmërinë e Allahut të Madhëshëm. Këtu e sjellin një shembull madhështor. E sjellin shembullin e ndonjërit prej personave i cili është pronar, është i pasur dhe ka sklav nën pushtetin e tij. Tash merrni si shembull këtë fotën që po e shihni, ju keni një kopsht gjigant me fryte dhe aty e merrni një punëtor si shërptor dhe e nderoni këta. Nuk bëheni sikur sklavë pronar që kanë qenë kohë të mëhershme, që kanë qenë shumë brutal, shumica atyre, po i bamirës ndaj këtij robit. Ja mundson me pas shtëpinë aty. Ja mundson me pas ushqim dhe pije dhe të gjitha kushtet. Po ti e kërkon vetëm një gjë prej atij robit. I thua, kjo është toka jam, kjo është shtëpia jam, kjo është prona jam. Punon ta dhe fitimin ma çamu. Dhe thot ai ja filloi me punu. Edhe kë po ja fillon, po punon në tokën e zotërisë tij. Dhe çka bën kë? Në vend se fitimin të ja çaj zotërisë, pronarit vërtet, ja çon dikujt tjetër. Yahya alayhis salam i pyet Banu Israil. Ju thot, cili prej jush është i kënaqur me këtë gjë? Qitnë në vete, a ka diçka më tron se ti me begatu një rob me të gjitha të mirat, e në fund ai me tokën tënde, e me mirësitë tua, e me nderimin që ke bë, ai nuk ta çon fitimin ty, po ja çon fitimin krejt ndaj kujt tjetër, që as nuk është pronarja asaj toke, as nuk i ka bë mirë asgjë, as nuk e ka nderu, ja çon fitimin dikujt tuaj. Me këto Yahya alayhis salam po thot, Allahu ju ka kriju dhe ju ka furnizuar. Adhurojeni atë dhe mos i bani shak. Por këtë shembull e ka sjell Yahya alayhis salam që më ka treguar që Allahu i Madhëshëm është më madhështor se sa zotëria me sklavin. Allahu i Madhëshëm e ka kriju këtu. Madje edhe ne na ka kriju. Se këto shembuj vëllezër të nderuar që i sjellën, gjitha specifikohen me një ajet Kuranit. Walillahi al-mathalul a'la. Allahu ti takon shembullin më i lartë. Ne e sjellëm shembullin e zotërisë së sklavit. Mirë, po Allahu ti takon shembullin më i lartë. Se në këtë rast zotëria nuk e ka kriju sklavin. Përderisa sklavin është padrejtësi shumë e madhe. Nëse ja mohon të mirat zotërisë ti begatus, çka është puna me Allahun, pa ata i se të ka kriju, e zotëria nuk të ka kriju. Po thot në fund Yahya alayhis salam, Allahu ju ka kriju dhe ju ka furnizuar. Po Allah na ka kriju, ne s'kemi qenë asgjë. Po na ka furnizuar, na ka bërë tokën të përshtatshme për vend banim, na ka dhënë ajrin, na ka dhënë dritën, na ka dhënë edhe valët përmes cilëve dëgjojmë ne. E sa begati që s'mund të numërohen, sa procese biologjike, e biokimike, e sa sisteme i kemi në trup, sistemi nervor, i tretjes, i qarkullimit gjakut, i tajitjes, limfatike, sa nuk mund të numërohen. E ku ka padrejtësi më të madhe se Allahu po t'i bën gjitha këto të mira, në fund ti nuk po i bën adhurimet për ta. Sikur ai sklavi zullumçar fitimin po ja çon dikujt tjetër. E ju shefi ti, e ju zotërisë ti. Edhe këta merrni si shembull edhe në punë bashkëore. Nëse dikush e ka një fabrikë dhe merr punëtor atë, ja fillojnë punëtorët me punu, fund fitimin ja çojnë në fabrikë tjetër. A ka diçka më poshtruese, më padrejtëse kjo? Prandaj ky shembull është me të vërtetë duhet na afroj se çfarë zullumi i madh është me i bë Allahu të shok. Çfarë padrejtësie e madhe është me i bë Allahu të shok. Dhe në ngjashmëri me këtë shembull mund ta sjellim një shembull bashkëor, shembullin e robotit. Tash janë aktuale robotet. Ti e prodhon një robot dhe e formson dhe ja instalon gjitha programet dhe dizajnon ato. Dhe në fund ja jep lirinë e zgjedhjes. Bazë programimit ja jep mundësinë me të shërby ty apo jo. Çfarë ta merr mendja ty nëse atë robot që ti e ke prodhuar vet ja fillon mi shërby dikujt tjetër, ai shikoni këtë.
Dhe këtu në hadith u përmend edhe diçka, ai zotëria që ka ble një sklav me pasurinë e tij të kullume. Po është vetëm një zotëri, nuk e ka përzi në blerjen e atij sklavi ndaj kon tjetër, po vetë ka ble me pasuri. Se ka raste kur një rob i ka shumë zotëri. Po jo, në rastin ton Zoti është një. Ai vetë me fuqinë e tij e ka kriju këtë univers dhe na ka kriju neve. Shkojmë te shembulli i dytë që ka sjell Yahya alayhis salam. Shembulli i namazit. Po thot, gjatë namazit, kur të falësh, Allahu i Madhëshëm e vendos fytyrën e tij në drejtim të fytyrës trupit, përderisa ai nuk shikon djathtas e majtas. Shikon një çfarë nderimi të madh Allahu i Madhëshëm ja bën robët e tij. Ti po falësh, e Allahu i Madhëshëm po e vendos fytyrën para fytyrës tonë. Kush jemi na kur ta shikojsh? Na jemi rob shumë të dopt. Na si jemi kërkushëm. E megjithatë, kur po falmi, Allahu i Madhëshëm po na nderon me këtë nderim kaq madhështor. Këto merr në shembullin se ti më dal para një mbreti. Ai mbreti të shikon direkt, drejt në fytyrë. Ku ka mos edukat se ty mbreti po të nderon. Ti si je kërkushëm në raport me mbretin. Ty mbreti po të nderon, po të shikon drejt në fytyrë. Kurse ti ja fillon e shikon anash, sa pallati mirë, sa këto që thonë rendite mira i paskim pallat, çashtu është ai njeri cili është namaz edhe e shikon veprën e Zotit, që është natyra e dynjaja këtu, po nuk e shikon Zotin. Është poshtrim. Allahu i Madhëshëm e mban fytyrën drejt fytyrës tonë përderisa ti nuk e sjell kryet tona. Madje dietarët thonë që është edhe një sjellje tjetër përveç shikimit, është me zemër, me shku djathtas e majt. Edhe kjo është mjaft e rrezikshme. Do të më mundu sa të kemi mundësi të jemi të përqendruar në namaz, jo me fal namazin veç në mënyrë mekanike. Të mundohemi se qatë sa jemi të përqendruar, qatë që kemi shpërblimin e namazit. Se dikush nuk merr për namazit veç në 10-ën, dikush në 9-ën, dikush në 8-ën, 7-ën, dikush me gjysën, rrallë kush që merr plot. Për shkak të përqendrimit. Se pejgamberi alayhis salam kur është pyet për ata që sjellin kokën namaz, ka thonë kjo është hajni që shejtani e vjedh prej robit. Po me këtë sjellje të kokës, shejtani ti vjedh sevapet. Se shejtani është hajn, është armik edhe gjëra të këqija ti ka. Pra ai ti vjedh sevapet në atë moment kur e sjell ti kokën djathtas e majtas. Por edhe kur e sjell zemrën djathtas e majtas. Andaj të kemi kujdes se kjo na mëson që të jemi të përqendruar. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allahu i Madhëshëm po i cilson besimtarët, po thotë kanë shpëtuar besimtarët. Çdo mirësi e kanë arrit besimtarët, të cilët kur të falen me frikë respekt. Shkojmë te shembulli i radhës që sjelli Yahya alayhis salam. Ju tha, ju urdhroj me agjerim. E shembulli i agjerimit e sjelli me shembullin e një qeske, në të cilën ka misk, ka parfum. Dhe thot, ai është duke ecë me një grumbull njerëzve, të gjithë janë nuhasin aromën e tij. Dhe këtu është subhanallahu një shembull që ne për momentin jemi duke e praktikuar. Është muaj Ramazanit, jemi agjerueshëm. Këtu është një sekret prej këtij hadithi, është, këtu po thot, është si shembulli një personi që mban një parfum bulum. Si për shembull ti sot me fut një parfum në xhep, e ketë msheft, nuk shihet prej njerëzve. Mirë po, ai parfum del edhe jashtë. Edhe pse e mbyll, prap aroma del jashtë. Dhe të gjithë ata që janë afër mahnitën me aromën e mirë. Kështu është agjerimi. Ti kur agjeron, unë nuk po shoh që po agjeroni. Nuk po ju shkruan ballë që jeni agjerueshëm. Do të është sekret midis teje dhe Allahut Madhëshëm. Ti përderisa je agjerueshëm, je sikur ai personi që ka një parfum mrena, e së shojnë tjerë. Ti e fsheh këta, agjerimin, se e din që është për izah Zotit, se ti mundesh kur vetmohesh, mundesh me hangër edhe me pi. Edhe njerëzit prap mendojnë që ti agjerueshëm. Çka të pengon ty me hangër e me pi kur ti je mshehtësi? Veç se është kjo sekret midis teje dhe Zotit. Po që kjo mshehtësi, që kjo sinqeritet që përbën ti për Zotin, kjo ta qet një parfum. Po ky parfum është shpirtëror, që njerëzit që ju punon shqisa e nuhatjes, bune vrejnë ato. Se pejgamberi alayhis salam e ka sjell shembullin e shokut mirë, kanë është si shembulli i shitësit parfyma. Ai ose ka me ta dhënë ndonjë parfym, ose ka me ta shit, ose s'pa ku erën e mirë ka me ta lënë. Pra shoku i mirë qysh ndikon në shpirtin tënd, sikur ai shitësi parfyma që ta lën erën e mirë ose ta lën i misk. Ashtu shoku i mirë ta lën ai sjellje të mirë shpirtërore, ai detyri dobishme, kurse ai shoku i keq ose falkatari që ose ta djeg rrugën ose ta lën erën e keqe. Po ky shembull që më sjell profeti alayhis
Kur ti je agjërushëm, del një farë arume prej teje shpirtërore, për shkak sinqeritetit që për bën për hir të Zotit këtë agjërim. Edhe me të vërtet ne e nuhasim me shpirtin ton këtë arumë të agjëruesit. Qysh e nuhasim? E vrejmë që njerëzit gjatë agjërimit janë shumë më të mirë, janë shumë më të afruar, më shumë e vizitojnë njëri tjetrin, më shumë falen, më shumë vinë në xhami, më shumë i respektojnë brend. Kjo është aroma shpirtërore. Shumë se edhe tjetër. Dhe po thot era e gojës të agjëruesve më e dashur tek Allahu se parfymi. Sepse është erë që është bindje ndaj Allahut. Është që era shpirtërore që po del. E tek Allahu kanë lerë gjërat shpirtërore, gjërat fizike s'kan lerë. Pastaj shembullin e radhës që sjellë Yahya alayhis salam është lëmosha. E sjellë një shembull shumë interesant. Tash si një person që e ka marrë armiku e ka nxonë rob dhe ja kanë lidh duart për qafe dhe janë bë gati që me vrau. Transmetim përmend mja hje kokën, kjo u përdor në kohët e lashta më shumë. Dhe ai në atë moment thot, a bën me u dhënën e pasuri e me çliru veten tëm? A ka mundësi ta tamam bëhen gati me vrau, kur ja shishmën me pasuri, ata ndalen, se kanë interes. Po me vrau po fitojmë kur gjak, nëse zvrojmë bile fitojmë diçka. Edhe ai ja fillon ju jep pasuri, orë argjend derisa ta liron veten dhe nuk e vrasin, shpëton. Tash ky shembull fizik, çfarë synimi shpirtëror ka pas? Shejtani dhe nefsi jon, madje nefsi jon është armik më i madh se shejtani. Neve na u ka gjujt çefet tona, epshet tona, plus armiku i shejtanit. Na u kanë gjujt neve dhe na kanë zonë rob, sikur armiku që nxën rob ndonjë kalimtar ose bandit të rrugës. Dhe me të vërtet këto epshet, këto mundohen neve në zemrën tonë me na pushtu, dhe me na ekzekutu, me na vra zemrën, me na bot vdekur për zjalli. Se sa njeri është i vdekur duke qenë i gjallë. I vdekur i për zjalli është ai që të mirën nuk e nje si të mirë edhe as të keqen si për të keqen. Qysh e shpëton veten tash shpirti jot, nefsi jot, çefet tua, shejtani po të sulmojnë, qysh me lirut kanë zonë rob, duke dhënë lëmosh. Subhanallah. Duke dhënë lëmosh ti e liron vetën prej prangave që ti ka qit çefiut edhe shejtani. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka sjell shembullin e sadakos, ka thonë është si shembulli i ujit që e shym zjarmin, ashtu sadaka e shym hidhrimin e Allahut madhëshëm. Po çat zjarmin e sherrrit që e ki, me sadak shymet. Shpirtin tënd dhezën zjarri i mëkateve. Ato dush me shym me ujë. E çysh me qit ujë shpirtit? A mundi qet? Jo, ujë shpirtit është këtë rast sadaka. Jep lëmosh dhe shumë këtë zjarmin që po don me djeg dhe shumë këtë armikun i cili ka prangos edhe po don me të ekzekutu. Çliroj vetëm prej prangave. Dhe shembulli i fundit që e sjellë Yahya alayhis salam është shembulli i dhikrit. Po thot, ju përësis që ta përmendni Allahun sa më shpesh. Se shembulli i kësaj është si shembulli një personi që është duke ikë dhe armiku është duke ndjek nga pas. Dhe kë në atë moment fortifikohet me një kështjell dhe mbrohet prej armikut. Dhe Yahya alayhis salam thot, dhe kështu robi nuk mundet më mbrojt për shejtanit, veçse nëse përmend Allahun e madhëshëm. Kjo është një shembull madhështor. Shembulli më herët që të kanë zonë armiku sklav. E kjo është kur çefet tua në zonë. Kurse ky shembull është po thot po të ndjek, ti je duke ikë, ende nuk të kanë zonë. E ky është shembulli i shejtanit. Ai është ujk i joni. Ashtu që është ujku për dele, ashtu është shejtani për neve. Shikon me na çky neve shpirtërisht. Dhe ti duke ikë prej armikut, çka bën? Futesh me një fortifikat. Çka mundet me të bë armiku nëse ti fortifikohesh në kështjell, në fortesa? Ti je automatikisht në favor në raport me ta. Ti je në pozitë shumë të lakmueshme, ai s'ka çka të bën. Kështu e vetmja metodë me u mbrojt prej shejtanit është me përmend Allahun shpesh. Jo pak, po shumë po thot Yahya alayhis salam. E keni pa në disa fej e kanë që me largu shejtanin me aroma, disa e kanë me disa druna, me disa ku e di. Këtu as pak nuk e largojnë shejtanin. As pak. Aja që ka e largon është emri Allah. Për atë arsye edhe ne kur e thrasim e zanin, shejtani ik. Nuk mundet me duru emrin e krijuesit. E sa më shpesh që e përmend Allahun, aq më i fortifikum je. Kështu që mos e le që armiku të kohën ti me ik, ai me ndjek nga pas. Po merre veten dhe futen
kështjell dhe mbroju. Ibn Abbasi radiallahu anhu më thot, "Shejtanu jathimun fi qalbi ibn Adam." Thot shejtani është në pritje te zemra e birit Ademit. Nëse e përmend Allahun, ai fshehet. Nëse habitet, çon vezvesën. Pra shejtani në atë moment që harron Allahun, në atë moment ai mezi se pret, shtin vezvesën, shtin dyshime. Si kështjella nëse ti harron me përmend Allahun, si ata rujet e kështjellës janë nisë me flej. Çata e pret shejtani. Dhe arsye mbas se harroni Allahun, rreni gati dhikret se vepër më të mirë se dhikri s'ka. Nuk ka vepër më të mirë se me kujtu ti Allahun e Madhëshëm. Se Allahu është na ka kriju që na me adhuru ata, duke e kujtuar. Këto ishin pra 5 shembujt që ka sjell profeti Jahja a.s. që me të vërtet përmes këtyre shembujve njeriu e pastron veten dhe e ngrit veten. Dhe këto janë ilaçe të shpirtit tonë. Përmes këtyre gjërave fitohet xheneti. Prandaj ti kemi parasysh këtë shembuj, Allahu ju mëshiroft e ju shpërbleft. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.